Unë besoj ke demokracia nga poshtë lart, që do të thotë demokraci ku njerëzit besojnë dhe pastaj bëhesh zë për të folur, zë i terrenit për të folur mendimet e pastaj grupohen, sepse patjetër mendimi i disa njerëzve mund mos jetë ndoshta mendimi i shumicës. Kështu që kjo grupohet, argumentohet dhe pastaj shumica patjetër vendos. Dhe kjo është koncepti që neve sapo po flisnim. Por duke qenë se jemi dhe njohës terreni, patjetër kemi dhe mendime dhe propozime, cilat mund t'i çojmë në organet drejtuese në një mënyrë apo një tjetër, përderisa Këshilli Kombëtar nuk është mbledhur, por mblidhet kryesia, atëherë do i çojmë kryesi përmes një antarit kryesisë. Propozimet janë disa, kishte disa propozime të ndryshme, njerëz të ndryshëm kishin propozime të ndryshme. Unë mund t'ju them gjërat më të rëndësishme patjetër tyre. Një prej tyre është pjesa që neve fare mirë mund të informojmë nga afër, sepse kemi njohjes të terrenit përkatës, për shembull Komisionin për Reformën Zgjedhore, ka një komision parlamentar, po diskuton reformën zgjedhore, apo jo. Dikur ato mund të kenë nevojë edhe për një feedback nga ana jonë, si palë patjetër interese dhe njohës të terrenit. Ky është një propozim konkret, i cili do shkojnë kryesi, patjetër edhe ky komision nuk është se detyrimisht të thret sot mund të ketë nevojë për këtë lloj, po themi, mbështetje apo argumentimi e tjerë, dikur në muajt në vijim. Gjithashtu kërkuam mbledhje e Këshillit Kombëtar, pra ti kërkohet kryesisë, thirrja e mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Pra janë gjëra krejtësisht normale këto. E më pas, patjetër, dëgjesa, krijimi një mundësie për t'u dëgjuar, që mund të ishte fare mirë një grup më i vogël, apo dhe të gjithë fundi-fundit, nuk ka ndonjë problem, me antarët kryesisë, me kryetarin vetë, me kryesinë vetë, pra një mundësi që të ketë një ballafaqim idesh, mendimesh dhe argumentesh.